Mirë se erdhët në episodin e dytë të Shadow Newsit. Po, prap unë jam këtu. Edhe ky zotnia, ku jere? Këtu jam. Ashtu. Hajde. Edhe ja ku jemi, prap vazhdojmë me lajmet prap. E dim që i patat të tjera, të shpresojmë që të keni parë ato që ju thamë, edhe tash fillojmë direkte me lajmet e ditës. S'ka mistera lapstuse. Jo, vallaj, se ti bozarare me pat stirolaps. Ta kisha bok shurprave. Ça? Nëse. A di kush është lajmi i ditës për sot? Hoje. Lajmi i javës, lajmi i muajit, lajmi i shekullit, jo i ditës. Jepi. U quo da i dite, ishte gdhë i keq. Tha çat bëjë ta sërrollas gjithë dynjan vërdall. Mori një kështu si log post, një sferë, shkruajti aty sekreti i One Piece-it, pulltuq, e hudhim det, e ne tha shkoni e gjeni tash. A thuti barhot të këtu pra? Vallaj. Ti më duket e diku ose ti i shef gjitha këta mrena? Le atë ditë isha në gjumë, po lene. Ja, shef të ditë që duhet ta kesh menin, hiku menja. Po, e di kush është e bukura? Kanë dalë këto me jahte, me gjona, po kërkojnë, po studiojnë me e gjithë se ku e ka hudh. Qa thore? Po, qohet mrejti ditë më mrapa, jo ti, Oda. Mirë. Qohet i ditë më mrapa e ne thot, ajo është thjesht një pjesë e One Piece-it, e ka bo fix si poniglifet. Sa do ta thosha për zotin? Pa na thë për në laf, pa di kush e bukura. Haje. Ta them unë kush e bukura. Unë për vete nuk lodhem me kërku, me dalë me kërku One Piece-in, se te i dyqoni që kanë hapa në lartë nga ti, te i kanë fillu me hargju lek. Inshallah. Shive që bona unë, shkova në e bleva direkt. E pas ke gjithë po një grifin e dytë, vallahi. Ja, po atë tash dhe hargje lek, po se besën ti një, unë dhe hap të të shi. Hape i live aty qovi, inshallah, bone i lekën e për neve. Ja, këto janë standarte. Të shi, ti e di që ne i kena të nda me përqindjet, qa fito ti aty i ka mundësi për. Dakord, pas ka nej pako, ja, kjo më doli jashtë skenarit. Se këtë tjetërën për shumë, të t'i heqin të se s'ka më ka këto descriptionat si të hapësh pakot. Kjo për shumë, janë standarte. Jetëm qik shpetu, s'ka ma stojmë më i ka... Që të thot vlaj ty? Jo, s'ke që a thu, po të tregoj shoku jotë. Ti heqim të parëndësishme, se janë këto Bartolomeot e më thetë tash. Mos më shaj kumën. Jo, a i tjetëri që ka a i më. Është ky flokjeshili. Pa, a i flokjeshili, këto janë pa nevojshme. Shive të shit, të regoj diçka të lezeqme. Kjo është low. Super, super letër. Hiku kjo. Çmime mund të shikoni vetë pastaj sa lek bëjnë do t'i shesësh. Pastaj vazhdoj me Kidi me Killerin. Bre. Qa me bo? Duen. Omëlsina për në fund. Boni. Mashallah. Tani, inshallah, se këto janë ato që asë njoni si di, dhe me thënë këtu është qatë biri risku. Mreto, maknoj qiftet lutëm. Mashallah, bismillah. Atë keqen, inshallah po në bine e gjoj hajrit. Inshallah, vallaj, për vetën time. Për vetën time, dhe do me morë direkt zotnia, shok. Edhe këtu e nis me oroqin, ti e tërs mër tërs. Jo mër vlla, thjesht e shu, me heq atë të keqen. Me heq keqen fillim, hecim, unë do e kësha të regu live këtë, po fatkeqësisht du të surprizohem vetë. Home? Home? Charlotte Lin. Mirë. Bonja 30-20.000 leka, jo e vdekme. Dohet me pa, po bose, që ka i farë kështu? Lini. I farë lini. Edhe për mos me lon me kaq, kjo s'bo lek, po ka vlerë shpirtërore. Shira hoshi. Për gjithë ato që e din. Nese, së është për ju kjo goca. Kjo është për ju. Sanji me Lufin, kok për kok, rare card, zbona i lek, koleksion. Këto tjera dama, duhet me i pa një nga një, se ja siguroj unë që 2 të funit i erë. Nese, unë i hargjova lekët e mija mreto, se të thash erën e kalume për problemi është i tisë beson. Po. Edhe i pije do e kësha fut tash, po qik më vonë se lajme të registrojnë gjesë, edhe ti e di që unë këtë ditë jam këshu, have të mas ditë, Di mërë, ditë ka zonë halli. Qatë bëme në qatë ditë, jo më është ka qefja, ka halli. Po e disha të bënte One Piece për këta që se lajmë të kjo e Odës.
këta që thonë, jo po ka 1000 episode, jo po ka 2000 episode, jo po, ku di unë, që janë to që sajojnë këta tjerët, remake-u që folën, totali gjithë tyne që kanë dalë deri më sot, do bëhet diku të 350 episode. Sa? 350. Remake? Po. Besoj këto më pikantët. Jo, gjitha, domethënë storyline i gjithë, po do heqin këto, për shembull, te Marinefordi që ishin ja 30 episode që flitej vetëm për Ace, Sabo, Luffy, kthe njëjta histori, i heqin 30 për i herë, do e shkurtojnë pak historinë, s'do ketë aq shumë fillera. Po pra. Siç bën Dragon Ball Kai për shembull. A humbin pjesë të rëndësishme? Jo. A humbin pjesë gallat? Po. Inshallah po i majnë te One Piece-i. Nëse se ky ishte haber për ju që s'doni me pa justifikoheni që ka shumë. Tash e di për sa do flasin ne? Jepi. Dale se duhet me lujt çik venit. Gachiakuta. Gjithë super anime. Nuk e di e kam pa deri më gjys, nuk më ka shtyr me e pa mo. Jo se s'kam dash, po kam pas tjera në plan. Ka qenë nice. Më pëlqen, është anime që qënë episod të parë të bën për vete, ose i dyti mbase se s'kujtohet fiks kur fillon aksioni. Nxjerrin sezonin e dytë me të. Sa marrun të parën, të freskët, op të i dyti. Unë i ko marrun një 3, vallahi, se jom kemenja të tipit. Po, ti ke fillu të japësh i det. Ta lexova menimin, ha? E di. Qa të bëj, ore, unë nga halli jam këtu, se ti mund të flasësh e në vetë direkt, nuk merret vesh kush të fol. Po, shiko tash i diçka që se kontrollon doti. Hoje. Chainsaw Man, pas filmit super të suksesshëm, fillojnë sezonin e dytë, do me thënë atë filmin një orë gjys, dhe bën ja 10-15 episode. Dhe zgjerojnë pak. Si ka mundësi jo vëlla kanë fillu gjitha këto të i bo kështu filma? Ka ish lek bëhet? Ja, e di qa menoj unë? Këto s'kan lek me bëhe episodet, pra. I fusin një film, i bëjnë ato legët, dhe bëjnë episodet me Terezi pastaj. Ta mon për zotin se i thonë një 4 episode me e bë film. Se kanë bërë rrugën, se për shembull kur bëhesh episod për këto të mëdha që këta na i paragjykojnë që jo shumë gjata, filmi ishte diçka plotësuese që fansat janë kuriozitar ta shohin. Për shembull, po të marr një rast Naruto që e bën me atë men machiste. Po. Si do ishte Naruto po mos kishin vdekta. Jo, hajde të bëj filmin, unë pastaj këtë filmin ta zgjerojmë episode. Nëse s'jam kundër këtyre, po s'm duket. Jo, po deqa. Normale. Ti Mreto, je dakord me mua? Uf, mo. Tashi, unë kam gjutë sa lafe Mreto se ke qenë sa ditë pushim ti. Vallahi. E ne ke fillu të shikosh këtë Cyberpunk-un. Ke fillu të hysh të në harrliqeve. Më na qit bojën vallahi. Sezoni 2 për ty. Vetëm për ty. E disha. E disha, po ti e menja ti o bur. Nuk më zgjinjeja i mu. Ti e menja ti. Më letë si. Ka humor fix për ty. Po e di kush është më e bukurave? Ja, këta s'ta thënë. E se këta e kam fiksim për vete, është një super anime. Për gjithë ju që jeni të apasionum pas lojrave, për gjithë ju që doni, ose luani fort dhe merrni shumë seriozisht, Shangri-La Frontieri kanë marrë 2 sezone, 24 episode që s'ka një filler që t'jetë kot. Literalisht, e gjithë ideja e kësaj anime është që ti krijon një karakter tatin siç luani në për lojra, futesh te kjo loja, është open world, po thjesht super animim. Sezoni 3 do jetë pik, do të thënë është thjesht duke u rrit. Grafikat kom pa që i ka qamet bukra. Ja, shef qa bot diku rikot, shiko këto, po mazalla se ja lëshon robëve në përmen. Thjesht pret viti them unë. Po që, do ta morsh në i lekën e dia apo si ka hallit? Tu nejtë kod do me e bodi? Këtu më pëlqeve. Posht. A doja anime që është pra për ty? Apo jo, prit herë se herë në galume, me gjese ma kujtove, ma bone ti për borgj mu. E në univa i që keq me të thonë drejten. E në thash, po mërë 2 këtë herë, por. Hajde herë. Erdhi. Ka morë 2. Po më halë se do surprizohesh ti? Një. Na falni juve neve. E pas hore? Ja, mërdaj. Më horja jo mu me sy. Hore një është, e ka hongër. Pa mirë më. Unë,
Shkoje në bëj sherr. Jo sherr. Ai danoç po. I thash që do e çoj njonën sa që pagujta në lekë të rrugës për 16 bie lart më. Vallai e pruni. Ë? Që prunë me ti e ke marr vet. Po vaj dola kështu pick-up. Gjithsesi. Këtë harroje, këtë dhe ha vet. Atë s'ka shanse. Harroje. Po, hape që sa të bukur e kishte bo, vallai. Se zhgënjesh ti kështu me rasten, ato. Ja, shilloj zhgënjimi, unë e di, po thash po ta... E ka mush plot lele. E, po varet si e shef, se kështu për shembull gja si UFO, kur e kthej kështu gja me ty. Ej, më shave ti mu të shia? Ej, me thonë drejtën, duhet me bë unë mora atë më të mirën, vallai. E mora? Kupto atë Neptun Basil Wave Karkalec 5. Ty të kam lënë këtë barbecue blaze me mish. Se qa bo, kë mirë që të vjet, për të vjet dhe në më të mirën. Ja, mërdaj. Jam totalisht i zhgënjym nga ti. Ja, më së zhgënje fare. Mërzita, se ne surprizë që do të boja unë, ty nuk të rrijet e rahat, erdhe ongre, zot boje marë, unë do vazhdoj të lajmi tjetër se s'merre më me ty. Vazhdo, vllai. Di kush është problemi? E në lajmi tjetër është pra për ty. Hajer. Sezoni 3. I kujt? Dan. Ej, a gjej mokarunit atë tjetërën e? Ja, ata nuk e di, ama atë tipën fund fare kena për ta gjetë qa punë e bo. Do të mërzitesh tash që të nostalgjesh. Mër vlla mo. Fillon Boruto. Myllë këtë episod se nuk bo mo. Jo, nuk e myllë, di pse. Se ti e mërzit me Boruto deri më sot se ket drejt. Nuk ka qenë e gjë kush e di qa, por që tash nuk fillon më kur janë fëmijë. Hoje. Tash fillon direkt e adoleshent. Po e time skipje? Po. E shqyqyr që e bon skip vëllaj se. Se nuk shifesh, dakord me ty janë prap. Ka pas sa skena tek tuk, por nuk për 300 episode 4 skena për mendimin tim nuk ja vlen. Nuk ja vlen për qamet. Kështu që unë them presim Boruto kur dali, se nuk e di domethënë ça. Kjo e lasi për omëlsina në fund, por kjo ishte pak bitter. Ja se ja fot këtë të shi. E di pse e lash fund me dhe? Më thuj. Se ene unë jam fan si Narutos, jo shumë, po jam, domethënë e du si anime, ja është ajo, ai rrethi që unë si ndaj dot, jo po këtë, jo po atë. Boruto e prishi çik dorën, por ka pas sa skena që prap e kupto shijoshin i çik. E morvesh. E ne shpresoj kjo që do dali tash, meqense kam ndrru dhe autorin që e shkruan, që është gjë shumë e rëndësishme. Shpresoj që dali diçka e lezetshme. Qofse ju mendoni që Boruto është kot, futini një koment tu. Ju tjerë që mendoni që Boruto është flak, më mirë se Naruto jo, po futini komente nga krau tjetër. E morvesh. Në shtina këna arte pika kulminante. Po kur them kulminante. Ka daj se na dojë në këtë sipër. Kam gjeti haber që nuk e dishim akoma deri më sot, po e zbulova. Pse di se nga më dolen ca info. Bleachi, ai final arku që tash herën e kalume? Oje, u shty prape? Jo. Fillon korrik, se nuk di është data. Se kur korrik, këtë se di akoma, po është e sigurt korrik. Ka bargu korrikut. Ashtu. Edhe këto, se komi tjetër këtu, po këte nuk ta them, me thonë drejtën, do ta them herës tjetër. Okej. Që ta konfirmoja, kupton, mos them rrena. Rregu. Do ju sugjeroj 2 anime super të shkurtra për javës që vjen. Ne keni 7 ditë kohë nga 6 episode gjithsesi të dyja këto. Kështu që mjafton që një natë mos shihni këto emisionet e darkës, shikoni këta anime dhe do shtangeni. Kjo para mëreto, nuk është për ato me zemër dobët, po është për ata që thonë e di unë se qa do ndodhi këtu, se për herë ka për t'i dalë jashtë skenarit. Kjo është Taco Piece Original Sin. Është i gocë e vogël, që gjej jo këta pod që ishte jashtë toksor. Ta pjekim. Pa jo hedrej, jo. Që është jashtë toksor. Edhe kaq po ju them, se ndodhin shumë gjëra të frikshme, çuditshme, të paparashikueshme, 6 episode janë. 6 mëreto, 6 nga 17 minuta episodi, boje sa ti llogaritë vetë sa. Lene mos se jam i mirë matematik. E një tjetër për ju që jeni fansa, do në kjo është anime me shumica mund ta ken pa, po them nuk është
gjë e habitshme jashtë kornizës, domethënë është për gjithë, si me zemër dobët, si me zemër të fortë, si pa zemër fare, si me shumë zemra. Gods of High School. Mos i gjykoni nga emri, Super anime. mos i trego, burr. Super anime po them. Do me mul rrogën apo t'ja bëjnë reklamën, si e ke Wallahi. Si shumë po merti. Gods of High School. Ka vetëm aksion, çdo moment, edhe shumë humor. Edhe fol. Dingjoni mu këtu po lejeni këtë qerosin. Hmm. Nuk ka as i filler. 6 episode. Është, ne, edhe Boruto kështu nisi me 6, me 7, me 12, shkoj 304, edhe 4 ishte sa glom. Kështu që na lera hatësh. Jo, 6 episode i ka keni për të kënaqur. Ju ose ju që bova kina shifni pa dashje dhe si jeni fans ata animeve, jeni kështu që janë këto serialet e në thit thash, do ja le kështu me shkruajt me poshtë të dy anime, do ju them edhe ku t'i gjeni, masi ju le dhe i tret kështu bonus për a them këtu, shkoni shifini, edhe hajtë më thoni pastaj që si pëlqyn. Ti mrejt si mendon? Një ashtu si me në dhe tina. Edhe po si pëlqyn na komentoni pse. Po ju pëlqyn pastaj na jepni like. Shiko, këta mund vinë edhe ke live-i jonë, ha? Pse ti të zbresësh poshtë për live? Jo, unë jo vallaj, po do të çoja qerosin tjetër. Mirë, dakor. Na qerosin tjetër e ka disim dhe me ty se rregullohet muhabetin. Më thuj edhe sa lajme ke se kam unë i lajm bom pasaj. Unë kam vetëm i lajm. Më thuj. Zorro. Ej. Po do pi pastaj. Sa humor qerosi ke. Për gjithë juve që na niqni dhe jeni besnik kanalit ton, ky kolegu Alba Game që ka hap filialen e këtej sipër, ka i 15% discount për gjitha këto produktet për Attack on Titanin. Se e kena po te episodi kaluam, se unë jam pronari këtu, që këta dy qerosat që bëjnë kështu numra. Kështu që i keni ke webi, porositni, përdorni atë kodin Shadow 25. Do e lëm të komenti se të kujtoni se mos e harroni. Jo, s'bot lap. Me sot më dhe pastaj to tjera me të vogla. Eksakt. 25 në fund. 25. E ne merrni 15% ulje aty si danoqa. Ka i shkisha unë, pesheshin ju abona. Kena i gjo për shtuti? Jam. Më them ta mëllin për sot se unë kam lajme tjera prapë. E di pse si jap. Se si janë nga burime të sigurta. Që e kanë kështu, thoshe theme. Kështu që për sot, bye. Bye.